Zoti Islami ka pasur mjaft tensione në SBA, ku gjatë një darke mes Donald Trumpit dhe administratës së tij me korespondentët e shtëpisë së bardhë, një person i armatosur është futur aty, siç duket për të qelluar Trumpin ose dikë tjetër. Është ngjarje e dytë që po tentohet që të eliminohet Donald Trump. Çfarë do të thotë kjo për presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës? Në atë parë të regon dobësinë e shërbimeve sekrete dhe gardës kombëtare amerikane që nuk ruan dot presidentin. Një njollë turpi ishte kjo në shtetin amerikan. Si hyrja e njeri, nga hyri. Çfarë bën rohet, se kur duan nuk shkon miza. Miza nuk duan, kur kontrollojnë. Ndërsa që të hyjë një njeri i armatosur dhe të qellojë me armë, kjo do të thotë që ka pasur një mbështetje të fuqishme nga mbrapa. Pra dikush e ka dërguar, nuk ka vajtur vetëm. Nuk e dim që ka deklaruar çfarë ka thënë, por fakti që arriti të funtej brenda dhe të qellonte, tregojnë që ka pasur mbështetje. Nuk është rasti i fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë bërë plot atentate, janë vrarë president, ju bë atentate Reaganit, ju bë atentat Bushit, tërë është bërë atentat. Kjo do të thotë që Trumpi e ka kaluar atë cakun e durimit të qytetarëve amerikanë, për dhe të politikës amerikane, me luftën idioteske që filloi kundër Iranit. Avokat, në planet që janë shpërndarë në media, duket se shërbimet sekrete të parin që të tentojnë pra e marrin për ta shpëtuar është J.D. Vance, zëvendës presidenti. Pse u zgjodh pikërisht numri 2 i presidencisë amerikane dhe nuk u zgjodh direkt presidenti? Se do dalë numri 1. Kaq e thjeshtë. Po nuk tentohet të shpëtohet ai që është numri 1 për momentin? Thash, më pyete pse shpëtuan dhe pse nxituan të shpëtonin Divensin, që është numri 2. Dhe unë thash, se përgatitet të dalë numri 1. E dhash përgjigje. Çka e njëri armatosur dhe ka bërë atë që ka bërë, është organizuar. Do të dalë, të dalë. A ka lidhje me luftën që po zhvillohet në Iran? Po patjetër që aty është gjithë është dhe ajo konkurenca me partinë tjetër, e njerëzit e bidonit, por kryesorja është lufta në Iran. Ai filloi një luftë në Iran pas një arsye, pas një shkak. Iran nuk i bëri asnjë të keqe Amerikës. Tre luftanie më të mëdha amerikane ndodhen për qark Iranit. Besoni që do rikthehen edhe një herë luftimet? Edhe presione janë, po dhe mund t'i rikthehen luftimeve, me sa duket i kanë dërguar ato 3 luftaniet për t'i mbytur, se për të fituar atje nuk fitojnë gjë. Populli Iranit është në vend të tij. Qeveria iraniane është në vendin e vet. I ka marrë masat me kohë kundër këtyre veprimeve. Deri tani amerikanët s'po hyjnë dot dhe nuk kanë për të hyrë asnjëherë në Iran, nuk hyjnë dot. Kështu që ajo që një luftë donkishoteske që filloi ky Donald Trumpi dhe gjithë njerëzit e mençur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në përbot thonë që ai është një veprim i gabuar. Tani i forti nuk gjykohet aty zotëri. I forti gjykohet e di ai pse e bën si e bën. Ka kush ja tregj veshin në Shtetet e Bashkuara. Besoni që ka akoma Irani forca ushtarake dhe armatime për t'ju kundërpërgjigjur amerikanëve? Sa të duash, pa fund. I ka të strehuar për malen, për tunelin, ka dhe do vazhdoj të ketë për arsye sepse po prodhon të tjera. Ndaj them që i ka hyrë detit me këmbaj. Po i prodhon
se amerikanët kanë shkatruar shumë baza të E Iranit. pa vërtet. E pa vërtet. Amerikanët kanë bombarduar dhe kanë qelluar dhe qifutët e Izraelit kanë bombarduar qendrat banuara, kanë vrarë njerëz, qytetar civil. Për të mos thënë atë shkakun tjetër themelor kryesor, mbështetjen absolute që i jep Rusia dhe Kina Iranit, me armatim super modern. Kështu që në realitet lufta atje zhvillohet midis armëve ruse dhe kineze dhe armëve amerikane. Kjo është lufta që bëhet atje. Kina nuk mund ta lërë bazën e më të fuqishme të furnizimit me naftë, ta lërë edhe të rejtë të vejtë të kërkojnë naftë ku mund të ketë. Avokat, si e shikoni fundin e kësaj lufte? 0-0 do dalën. Do të rriqet Amerikana. Amerikanë nuk ka nga e mba. Ose do hedhin armën bërthamore. Mund të shkoj deri aty? Po shkoj deri aty, pastaj gjithë bota do bëhet shkrum. Shumë zhvillime po ndodhin në linjën e mesme, ndërkohë Turqia po rrit duar kryq. Si shikoni të qëndrim Turqisë? Turqia është në rregull, pret. Dhe të provojnë ta ngacmojnë njëri Turqinë dhe e shohin pastaj. Aleatët po ja ngacmojnë? Ka aleat. Iranin e kanë sulmu, Gazën e kanë sulmu. Turqia ka nejtë duar kryq deri tash. Po Turqia ka ndërhyrë duar kryq sepse është shteti i NATO-s. Dhe është në një pjesë i NATO-s që nëse sulmohet një nga anëtarët e NATO-s, gjithë tjerë do shkojnë në luftë në mbrojtje të tija. Kjo gjë e ndalon Turqinë që të fillojë luftë. Po pse nuk e fillon luftën Turqia që të mbroj Gazën, të mbroj Iranin, kur armik kryesor ka Izrael? Sepse futja në luftë e Turqisë është futja në luftë e NATO-s. Jo Amerikës. Deri tani lufta në lindjen e mesme bëhet nga Amerika dhe Izraeli. Po pra, po i bi që edhe Amerika që u fut në luftë, fut edhe NATO. Jo, ai presidenti amerikan tha që ne do dalim nga NATO, tha dhe nuk e llogarit fare. Bile kërkoi ndihmën e partnerëve të tij në NATO dhe i thanë jo, stop. Europianët i thanë nuk kemi pse të futemi në luftë atje. Kështu që këto janë gjëra që nuk dëgjoj, askush nuk mund t'i parashikojë. Mendim e japim të tërë, po të vërtetën e dinë vetëm ata që janë me gisht në buton.